Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, mbi 100 persona kanë humbur jetën dhe afro 500 të tjerë kanë mësuar plagë si pasojë e fushave të minuara. Autoritetet thonë se Kosova doli nga lufta me më shumë se 4.000 zonat minuara, ndërsa aktualisht ky numër është ulur në 10-ra. Mbi atë zona kufitare me Shqipërinë vazhdon të jetë një nga fushat e rrezikshme. Nga Prishtinë njofton korrespondenti Leonard Sheu. Edhe 14 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova vazhdon ende të përballet me rrezikun e zonave të minuara. Që nga ajo kohë deri tani 115 persona e kanë humbur jetën, ndërsa 454 janë lënduar nga minat. Shefi i qendrës bashkërënduese për deminim në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ahmet Sallova, thotë se në këto 14 vite numri i zonave të minuara është ulur ndjeshëm. Në vitin 1999 ne kemi pasur mbi 4.500 zona dhe falë punës së shërbëtorëve të TMK-s dhe të organizatave tjera, është zvogëluar numri i zonave në 54 zona të rrezikshme dhe 40 tjera që janë të dyshuara që janë dhe përmbajnë mjete të ndryshme. Një zonë që ende ka mbetur pa u pastruar nga minat është parku i Gërmis në Prishtinë. Në këtë zonë ku dikur kishte objekte të ushtrisë jugoslave, kanë mbetur ende mjete të pashpërthyera që nga fushata e bombardimeve të NATO-s. Zoti Sallova thotë se ky park pritet që shumë shpejt të pastrohet nga minat. Kjo zona, domethënë, është pastruar edhe më herët. Ne kemi pastruar mbi 250 m2 dhe ka mbetur vetëm kjo pjesa këto, rreth 30 m2, në mungesë të pajisje specialistike është mbetur pa pastruar. Kështu që mendimin e ushtrisë suedeze, të cilët kanë sjellë pajisjet adekuate që nevojiten për pastrim, shpresoj që në brenda 6 javëve do të përfundon. Zoti Sallova thotë se ende duhet bërë shumë punë në mënyrë që i gjithë territori i Kosovës të pastrohet nga minat. Duke marrë parasysh këto kapacitetet që ne posedojmë, nevojitet dikon prej 7 deri në 10 vite, po ashtu vlen të ceket se ne ende gjejmë mjete të ndryshme që nga lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, kështu që të gjitha mjetet e pashpërthyera thuaj se është e pamundur të gjinden, po shumica prej tyre të gjitha vendet e njohura që janë, deri më tani do të pastrohen. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë janë organizuar programe të ndryshme për vetëdijsimin e njerëzve për rrezikun që paraqisin minat dhe mjetet tjera të pashpërthyera. Zekia Nishevci, bashkërënduese e komunikimit në kryqin e kuq të Kosovës, thotë se vullnetarët e kësaj organizate janë duke vazhduar punën e tyre për vetëdijsimin e qytetarëve nga rreziku i minave. Tani jemi koncentruar në disa zona pak më të vogla, të cilat janë edhe prioritare dhe më të rrezikshme. Këto janë 15 zona ku i kemi ne vullnetarë të cilët janë arsimtar, domethënë janë ligjërues në shkolla të ndryshme në këto zona dhe mundohemi që përmes këtyre t'ju dërgojmë mesazhet edhe fëmijëve mirë për edhe popullatës dhe komunitetit në përgjithësi për rrezikun që paraqesin minat dhe mjetet e pashpërthyera. Autoritetet thonë se rreziku prej minave ende vazhdojnë për shkak të, siç thonë ata, mungesës së informacioneve për zonat e tyre. Zona më e rrezikshme vazhdon të mbetet kufiri ndërmjet Kosovës e Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.